Faleminderit, zoti kryetar. Meqense kolegët nga dyja palët morën rrugën për në Strasburg për të nënshkruar rezolutën me Parlamentin Evropian, edhe pse disa qarta si shkuan aty për të luajtur letra, për të pirë verë apo për të takuar me Fredi Belerin, sidoqoftë, thirrja ime është që me parti në pushtet nuk mund të nënshkruhet asnjë rezolutë e përbashkët, e cila nuk merr për bazë kërkesat e protestuesve për anulimin e ligjeve grabitqare që kjo qeveri ka miratuar. E para, anulimin e ligjit 21/2024 për ndryshimet në zonat e mbrojtura, që ka hapur rrugën masakrës mjedisore në Pishporonart, për cilëm kam folur që më datën 7 maj nga kjo sallë, e përsërin datën 21 maj nga kjo sallë, po që për kolegët e mazhorancës me sa duket ka rënë në vesh të shurdhër. E dyta, anulimin e ligjit për investitorë strategjik, i cili u ka zhvatur të drejtën e pronës komuniteteve të tëra për t'ia dhënë miqve pranë Edi Ramës, për të betonizuar dhe bunkerizuar mbar Bregdetin e Shqipërisë, që nga Velipoja Rjolli deri tek rezorti i koleges tuaj strategjike, deri tek pika e Voçkël e koleges tjetër. Anulimin gjithashtu të paketës së maleve, që është po e njëjta tentativë për zhvatjen nga drejta e pronës tashmë në zonat malore, në ato malet të cilat i kanë bërë ballë pushtimit otoman dhe pushtimit serbe, që pa dyshim do t'i bëjmë ballë edhe një diktatoruci